Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në një tjetër vlog. Ne jemi këtu bukur se kemi ardhur sot te Brisi. Do thash në vlogun e kaluar. Okej. Por që kemi ardhur ne se tani po marrim të gjëra të kemi brenda. Edhe kemi Gjitha prishin. si në vërdas. Po ja këtu. U bëj pari super i shishëm, kështu edhe i trash i fryr. Edhe ky tigani është fantastik. Parasysh që këto pancakesa do të kthehen në momentin që janë bërë kështu me fluska, jo para kohë. Më në fund, ka një moment që të merja telefonin e të xhiroja. Sot në fakt ishte ditë super e bukur, se siç e pati nisëm te Brisi, edhe u kënaqëm shumë. T'ju them që u kënaqëm shumë është pak, domethënë u kënaqëm shumë me të gjitha. Pritja, ato gjërat e mira që kishte gatuar Brisi, që ishte lodh aq shumë, çfarë nuk na kishte bërë, domethënë Brisi aty, nuk e di, domethënë ne hëngrëm aq shumë, u kënaqëm, pim edhe kafe dhe fëmijët në sfond që ja bën Brisit aty komplet kaos, por që e di që Brisi nuk mërzitet, rëndësi ka që ata u kënaqen, por që u kënaqëm shumë, kishte një shtëpi shumë të bukur, shumë të madhe, kishte disa eke, domethënë disa cepa apo dhoma apo kështu hapësira shumë të bukura që të kënaqnin syrin, edhe u kënaqëm realisht shumë. Edhe me zor po presim tani takimin ton të radhës përsëri të gjithë bashkë, se normalisht ishim të gjithë bashkë. Kështu që po morëm një super energji të mirë pozitive për ditën, dhe ashtu ka kaluar e gjithë dita sot edhe për muajin, se normalisht jemi në muajin e ri. Unë sa po erdha në shtëpi direkt aksion, erdha i bëra fëmijëve pak për të ngrënë, zgjeva disa perime, kështu makarona edhe gjëra, sepse këto donin, më tepër perimet i bëra për Octavian dhe Mikin, se Kalvin nuk donte asnjë nga ato. Kalvin donte thjesht makarona me pak suxhuk. Kështu që, po, më thënë ditë shumë e bukur, por shumë aktive, se kur del nga shtëpia e keni parasysh, pastaj Ivi iku direkt në punë, edhe unë isha vetëm me fëmijët, një kaos si papar, por që rëndësi ka që morëm me të energjin pozitive që në mëngjes, edhe kështu që ishim të karikuar gjatë gjithë ditës. Kështu unë sot do ju flas më, po pres që të vi Ivi, edhe të shohim në një gjë të bukur në televizor, relaksohemi, edhe erdi posta tani. Të lumë, mami. Erdi posta tani dhe më erdhën këto mbulesat për divanët që mora te muja. Bravo, shpirt e gjeti biberonin, mere prit. Edhe po thoja që i kam bler atje. Unë kam bler këto në Amazon, por ndoshta nga që i laj shumë shpesh, edhe i laj me 60 gradë, edhe sigur kanë filluar të ndryshojnë pak, plus të mesit atje, ma do që Ivi për ditëlindjen time me nga këto mini fishekzaret e vogla, se do të më bënte surprizë mua, dhe ato ran komplet në këtë gjën këtu. Edhe është prishur, ajo e mesit është prishur, domethënë duket shumë shëmtuar, kështu që thash po blej të reja, por pashi kishte bler Brisi këto në Temu, ajo i ka bler gri sepse ka divanin e vet gri, edhe thash do t'i marr dhe unë, sepse më tha që janë të mira dhe duken që janë të mira. Në fakt kanë dhe këtë poshtë, por kështu i kanë edhe këto të mijat, domethënë që kisha unë me këtë poshtë, që nuk rrshqasin, edhe që plus nuk depërton ujë, as te kjo nuk depërton direkt, domethënë depërton, po nëse e ke lënë aty disa sekonda. Tani, është shumë e bukur, ngjyra më pëlqeu shumë, duket yll, më thënë përshtatet shumë me divanin tim. Kishte edhe ngjyrë paka shumë si kjo e divanit, por unë mora këtë që ishte pakës më errët, sepse ajo do ishte më e bardhë, edhe kjo vetëm më mirë. Nuk është puna për të vajtur më tepër, por është dhe fakti që ndoshta këtu nuk duken dhe shumë gjërat se te ajo. Edhe pse unë i laj shumë shpesh këto, me thënë drejtën. Edhe i mora për masa pak më të mëdha se këto. Se këto për shembull vijnë kështu. Çfarë është kjo? Ja.
Ja, e kam bërë pjesë, o zot, kjo nuk higje tani. Duhet ta laj prap divanin, o zot. Nëse këto rin fikse, janë fikse kështu, ndërsa unë këto i ka marrë pak më të mëdha, që të vinë deri këtu, të dalin dhe nga ana tjetër, pra janë më të mëdha si për flas konkretisht se do t'i hedh për të larë se nuk ja duroj dot të erën që kanë kur vinë. I ka marrë kështu. Më mirë kështu sepse kur janë kështu fikse ato hapen 1-2 javë, përderisa kjo është bërë pis, por që kështu dhe ngjyra shkon perfekt. Nëse do t'i marr tani do t'i laj që t'i vendos aromatizues sepse thash çdo gjë e laj, nuk i duroj dot këto aromat që kanë pasi vinë nga magazina, por që duket shumë okay kjo. Gjithsesi do ja provoj edhe do t'ju them edhe ju gjatë me kalimin e kohës. Por ne unë sapo bëra tani gati pak shpejt, bëra këtë make-upin bazik që bëj çdo herë. Duam diku tek 1 orë në fakt që të ikim, të nisemi për balet sot, edhe po presim të vivi edhe që të ndrohemi. Domethënë një vit rinë në shtëpi, unë t'ikim me Okin, edhe me Oktavien edhe të takojmë edhe me Brise sot, sepse kemi ditën tonë të hënë. Çfarë do të thoja unë ju, po bëra një supë tani me vrap për trek, me pak kështu mish viçi dhe atë orizin e qumshit ju kam treguar ju, edhe pak zgarote dhe asgjë tjetër, vetëm vaj ulliri edhe krip normalisht. Tash unë u bëra si mami im, se mami im tregon çdo detaj të mundshëm, moda ujë, krip, tja. Edhe kështu, nuk e di se çfarë do të tregoja diçka ju, po më doli nga mendja, po nejse, jo tregoj më vonë. Gjithsesi ne, si thash, po bëhemi gati, doja të bëja një reel tani me Okin për humor, po nuk e di, do ta bëj tani të dyja bashkë. Okin do gjipa gishtin se kapi mashën e flokut që kisha lënë këtu. E di nëse ishte fikur dhe e kapi, po nejse. Sa herë që bëj këtë supën e thjesht kështu, që del shumë e shijshme, më kujtohet gjithmonë mami, se mami na i bënte gjithmonë kështu të thjesht dhe ne kishim shumë qejf. Sidomos kur smureshim, na bënte gjithmonë këtë. Kjo është pjesa më e keqe, ka gjithmonë trafik. Unë nisa me shoqen time të vogël për të shkuar në balet. Erdhëm këtu te baleti tani, kemi këto kafetonra të kohës së relaksit. Do shkojmë të futemi tani se jemi 2 minuta dhe pastaj duhet të fillojmë. Po bieshi. Erdha me Oki të ky Aleko këtu, që është në Bremen për të blerë disa gjëra, produksionistë domethënë, meqense ishim këtu afër, por që po, më duhet një furçë tjetër për mikin, por ma ka sugjeruar Brisi këtë marketin dhe është i mirë. Nga pazarin atje kishte gjëra shumë mira, tani po ikim shtëpi, ka shumë trafik, jam trafik, prandaj po flas. Kështu që tani po ju tregoj gjithë ato gjërat që mora te Aleko dhe tani po patatina, po e nisim me budalliqe, se jam në herë ndark me Ivin, po shohim ndonjë gjë. Mora një miell për pica, që supozohet të jetë i mirë. Mora pastaj këto spirale që janë kështu makarona, edhe këto që shumë të mira. Pak të kushtueshme, po duken super të mira. Pastaj mora edhe nga këto dinkel, kështu pene. Mora këtë sallatën e kuqe që unë kam shumë qejf, e gri me limon kështu. Edhe pastaj mora djathë guda për kur bëjmë ndonjë paninë. Miell pastaj të bardhë që ta kemi nga këto thjerëzat, kjo ngjyra ime e preferuar këto kafet. Mora bio jogurt, mora prosciutto pule, kjo është pak e kushtueshme. Mora edhe këtë zalamin këtu kur bëjmë ndonjëherë pica. Mora patate, kjo thot pyre, po nuk e di, unë do t'i përdor për gjell këto. Mora një marmelat, reçel, hyrë shtrydhe. Edhe mora pastaj këtë për të bërë supë, këto makaronat e vogla kështu për të bërë supë. Këto ja mora fëmijëve, duke qenë të lezetshme, bim bon, kot, se kanë qef ndonjëherë ëmbëlsira. Pastaj mora këto petët për lazanja që i bie të jenë kështu peshile. Kjo është pak e kushtueshme, kjo është diku tek 5 euro, më duket ndoshta, por e mora që të bëj një lazanja, kam spinaqe aty ose do bëj me mish të grirë, nuk e di. Pastaj këto crunchy muesli, kështu gjërash, mora për fëmijët për mëngjes, një kastravec nga këto bio dhe këto bio ishin poshtë, por që ishin ndryshe. Mora këto tagliatelet për t'i bërë ndonjëherë në tavë, pastaj këto pomesat nga këto të trashat,
I mora një herë ti kemi kështu në shtëpi për shpejtësi, si dihet asnjëherë. Qumësht nga ky bio, vezë bio, këto ishin shumë mira se I hapa nga brenda dhe dukeshin super. Mora këto ëmbëlsirat që ti kemi në rast se dalim ndonjëherë, ku diun, snack me vete. Pastaj këtë kosin, edhe ky bio, të tjetër, çfarë morëm? Morëm këto domatet, morëm një nga këto domatet flash që janë këtu domate mishi apo si themi në Shqipëri, nuk e di çfarë quhet. Mora këto, mbyllë pak mami se dëgjohet ajo, mbyllë derën se dëgjohet ajo, mbyllë. Mora pastaj këto pufkat kështu të misrit. Këto jemi tek reparti I budalliqeve, por që ishin goxha, këto ishin pak të kushtueshme, po unë des për vafer, po shpirt. Edhe pastaj patatina këtu me spec. Koflesa. Po mami, këtu kemi duken çfarë janë, s'kam se o them, një buk që mora ta kemi nga ajo bageta, tortillat tona të preferuara, jo këto, po tortillat përgjithësi, domethënë këto nuk I kam bler ndonjëherë. Mora patoxhan, mora këto qofte që supozojshin të shumë të mira, kështu si topa. Mora bizele dhe barbunje, I mora në kuti sepse nuk I kam qef me qese. Një furçë dhëmbësh për mikin, duket janë dy këtu brenda, nuk karota. Ishin nga këto, nuk e di si quhen këto karotat kështu si të kuqe. Mora pastaj salcice, jo salcice. Po ne, sa mund të quajmë salcice. Viçi, mish të përzier kështu të grirë dhe kjo salca që duket super e mirë. Mora dhe edhe më pëlqeu shumë kjo çanta që mora ti, ishte shumë e bukur. Do ta mbaj këtë ta kem është me këtë pjesën që I mban gjërat e frigoriferit të ftohta për rrugës. Ishte shumë nice. Sa mbarova tani mbledhjen, se isha te mbledhja që kishte Kalvin tek shkolla. Mbledhja këtu bëhet kështu tek e tek, domethënë nuk është se bëhet në grup për të gjithë që ju tregova unë herën e kaluar, dhe pastaj bëhet tek e tek për çdo fëmijë dhe ka diku tek 10-15 minuta për fëmijë, domethënë prindë dhe mësuese, kujdestarja domethënë. Shkoi shumë mirë, shumë mirë. E kam mësuesen shumë të mirë dhe normalisht më tha fjalë shumë të mira, më tha dhe pikat në të cilat ne duhet të punojmë, për shembull me Kalvin më tepër, tek pjesa që bëhet mërzitet apo acarohet edhe ndonjëherë nuk e nxjerr siç duhet atë shpërthimin e tij ose shpërthen më tepër se ç'duhet, e thon kështu. Edhe po, në përgjithësi pastaj në shkollë më tha që shkon shumë mirë, më tha që gjermanishtja është pika e tij e fortë, edhe gjithmonë ja u kam thënë këtë shpesh herë që fakti që ai lexon aq shpejt edhe fjalë shumë të mëdha edhe shkruan aq mirë, më tha që këto janë aftësi që kanë vështirësi tha dhe fëmijët e klasës së 3 dhe të 4. Kështu që më tha që është shumë mirë. Dhe po, nëse dëgjoni një mami ose një babi që flet për fëmijën e tij edhe flet gjithmonë fjalë të mira, dijeni që për prindin fëmia është krenaria më e madhe. Kur bëhesh me fëmijë, nuk e sheh veten më siç e shihem përpara. Domethënë ti gëzohesh për arritjet e tua, por ajo që të gëzon ty, domethënë të çon në qiellin e 7 është arritja e fëmijës tënd. Domethënë çfarë ka arritur fëmiu yt ose çfarë po bën fëmiu yt, edhe budalliku më I vogël. Nëse shihni një prind që është krenar që fëmiu ti flet, domethënë është diçka shumë normale, sepse ndoshta duket ndonjëherë kur ne tregojmë këto gjërat tona sikur ne jemi duke u mburrur,
por ne jemi krenar për fëmijët. Domethënë ne e tregojmë krenari, nuk e di nëse ka prind që nuk ndihet krenar për çdo lloj gjëje që bën fëmia. Kur flet një fjalë të re, kur bën një lëvizje, kur bën një rrotullim, kur bën një zvarritje, kur është i vogël fillon të ec, kur fillon pastaj të tregoj gjëra, kur fillon lexon, kur fillon të bëj mbledhje, llogaritje, kur fillon të tregoj karakterin e vet. Kështu që çdo prind bëhet shumë krenar për fëmijën e vet. Dhe keni parasysh gjithmonë që kur i tregojmë ne gjërat ose unë ose një tjetër, i tregojmë sepse jemi realisht shumë krenar për fëmijën tonë. Edhe siç thash, gjithmonë më ka thënë fjalë shumë të mira, edhe më ka thënë edhe herën e kaluar që ta çoja në për këto grupet me fëmijë që bëjnë gjëra shkencore, sepse vërtet ka shumë interes për gjëra shkencore dhe një dije në këtë fushë, edhe ajo tha që mund t'ja vazhdoni dhe më tepër, por gjithsesi ne si prind kemi zgjedhur që të mos e bëjmë këtë për momentin. Gjithsesi, siç u thash, sa herë më shihni mua ose një prind tjetër, besoj është e kuptueshme kjo pjesë. Që ne jemi tani më krenar për momentin janë fëmijët tanë dhe çdo gjë që ata bëjnë, sepse në fund të fundit çdo gjë që ata bëjnë është fryt i punës sonë. Domethënë, ajo që unë punoj me atë, ajo që Ivi punon me ata, domethënë ajo që koha që ne po i dedikojmë atyre 100% dhe që jemi me ata në çdo moment, sjell dhe këto gjërat e bukura dhe sa jemi krenar për ata, jemi dhe krenar për veten, për mënyrën se si po i rrisim, edhe për mënyrën se si po kujdesemi për ata, për mënyrën se si po i mbajmë afër dhe të gjitha këto. Kështu që besoj se çdo prind duhet të jetë krenar për fëmijën, sidoqoftë ai, sido që të jetë edhe në shkollë, edhe në çdo lloj situate, nuk e di, në momentin që bëhesh me fëmijë, ti je i rëndësishëm për veten tënde, por drita e syrit tënd është fëmiu. Kështu që besoj në këtë pikë jemi të gjithë dakord. Nëse e thënë të pi tani, se po më presin ata këllopuçat e vegjël, unë kam mbledhje pas pak më vonë, kam këtu online nga shtëpia që e bëj gjithmonë, mund të shkoja edhe atje sot, po nuk isha fare pikën e dëshirës që të shkoja, kështu që kam më mirë online nga shtëpia aty, se i bie që të bëja 60 minuta kot vajtja ardhje dhe nuk kam nerva me thënë drejtën. Kështu që po ikim me vrap në shtëpi edhe të pi dhe një kafe, se po më dhëm shumë koka, nuk e di pse po më dhëm koka, por po, ika tani. Ja. Mea! Wie weit? Mea! Mea! Co i myślisz? Ich will... O Miki, pizza! Pizza, Miki! Mach mal ein bisschen mehr, okay? Vlog! Ich bin... Käse? Olivia! Käse! Wenn ich eine Pizza machen, darfst du nicht die Czas, Käse? essen, okay? Apo zose, Miki? Du, mir geht es ja klein, noch Hände was. Olivia, willst du Käse? 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 Willst du was Käse, Mami. Schreib da! Komm her. Kann ich mal gucken? Ja. Sweet. Jävla du. Mycket mamma. Che faleminderit o jetë. Bella ciao, bella ciao. Bella, ciao. Si duken këto mbulesat e reja, mua më pëlqejnë shumë se si duken, edhe i mora ekstra kështu pak më të mëdha, se kishte edhe pak më të vogla, do të thonë që ti rini fiks, por doja që ishin kështu pak më të mëdha, sepse gjithmonë bëhet pis këtu pjesa poshtë. Por që kështu duken. Tani jam duke rregulluar, duke pastruar unë, po fshi tokën e kam fjalën për tapetin unë, por po, edhe ngjyra i përshtatet perfekt. Edhe ajo tjetra mund të përshtatet, por kjo është më mirë për mendimin. Nuk i fora fare unë jo sot, unë pak do më thënë. Unë tani do shkoj që të marrë Kalbin nga shkolla, edhe do të bëhet pak fare make-up sepse me iku se puni kështu si e tërbuar këtu në shtëpi, edhe flok madje kisha kap to fuz këtu lart tani në shofë. Edhe do iki ndërkohë. Shumë mirë ai. Hajde gjithë mami këtu, mos e hiq më. Shko unë të mos e hiq më. Edhe nëse gjojnë këto zhurmash, roboti 1, fëmijë 2, gjella 3.
Edhe uroj të më gjoni mua të paktën, e kam heq kufin e kam heq, po. Edhe tani po jepi aktive si Lego Plus sepse kishte rënë. E keni parasysh këto që mbajmë te makina? I kam blerë tek Lidl, më duket për në shtëpi. Ne kemi shumë gjëra në shtëpi, por na duhej një si kjo në vakt. Sepse kjo ka shumë gjëra, okay, mund ta blesh edhe ndryshe, janë ato ekstra që janë për në shtëpi, po njësoj është dhe kjo me shumë se gjeta atje. Sepse po kërkonim një ditë fasho këtu, se Kalvin vrau kokën. Okej, nuk është kaq e thjeshtë që thash unë, sepse për momentin për ne ishte traumë. Se unë isha duke bërë mësim online. Tani do vish, për tani do ikim ta veshim. Vishim pote se do ikim. Do vishim dhe unë. Edhe ishte duke luaj me Okevjen, luaj një lojë kështu rrotullohen, edhe ndërkohë u plas mbrapa te koka. Nuk u godit, por u qa. Edhe i doli gjak normalisht edhe ne u tromëm shumë. Unë isha mësim online, kurse Ivi ishte që po luante me fëmijët. Edhe po pastaj quam në spital, ata thjesht janë ngjitën sepse tha nuk është aq e thellë sa për të qepur, po e ngjitën, kishin një metodë ngjitjesh se kishin parë ndonjëherë. Edhe më thënë se s'na ka ndodhur ndonjëherë. Ivi po, unë për veten time jo. Kështu që domethënë që ka parë sepse Ivi në spital punon. Edhe shqyqur zoti nuk kishte me asnjë dëm, domethënë nuk u godit koka që ta shihnim më tej çfarë do ndodhte, thjesht ai e bëri kokën kështu mbrapa, u rrotulluat e bëri kokën kështu mbrapa dhe u ça tek dera. Nesër. Edhe po, thash, atë ditë për ne ishte kështu shok traumë të merë, por shqyqur zoti që ishte thjesht me aq. Edhe tani kemi gjitha gjërat shtëpi nga fasho, jodio. Këto I kishin me jodio dhe gjitha dhe desinfektant, por nuk kishin fasho. Përgonin fasho dhe unë u detyrova që shkoja të merja një nafta, të vlisnim, sa ta çonim në spital, që në fakt e çoi Ivi direkt. Kështu, sepse në fakt morëm ata që të vinë ata të urgjencës, por ata të urgjencës thanë që nuk është rast për të çuar me urgjencë, domethënë mund ta çosh edhe vetë sepse nuk ka asnjë, domethënë nuk është plas koka, thjesht është çar, edhe nuk është çari e thellë sipas tyre, nesër. Gjë tjetër kjo, por që po. Por nuk ju kam folë atë ditë, as ditën tjetër më duket se kam xhiruar fare sepse kam qenë normalisht shumë e mërzitur dhe e prekur nga ajo se për ne prindit dhe kur qahen fëmijët pak kështu tek dora është dhe dhimbshme, jo më pastaj kur qahen kështu edhe ishte këtu lansore të kokës. Edhe kështu edhe detyrohet pastaj që ta qepin ose ta ngjisin në këtë rast. Nëse po bëjmë gati tani që t'i marrim Elfushin nga shkolla se ai nuk do të marrim në vonesë, do fik dhe gjellën, do fik robotin dhe jo robotin se fikun, pasi aty do vazhdoj të pastroj dhe do ikim. Këmba, e ka vrarë awa. Ava. Po këtë që po bën bebi këtu? Shabi, bibi. Po qanë? Si bën shan. Po qanë? Mjacia. Jede. A u Luigi. Kështu të rjetë Miki për lezuar librin, e vendos librin këtu edhe i pun kështu lartë, kemi një libër këtu, edhe i pun kështu, ullet kështu, shtriu pak, shtriu kështu dhe lexon, do me thënë, komentojmë figurat. Aba bibi. O Miki, qa ka ndodhur këtu Miki? Ja? Kama. Këmba? I ka vrarë bebi këmbën? Awa? Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Unë jam duke shkuar në punë, si që shihet. Edhe çova Kalvin në shkollë, çova dhe Oktivën te kopshti, edhe pastaj filloi atje, jo nuk dua, jo nuk është ajo edukatoria që pëlqej unë, jo normalisht me kaq pauza se për Oktivja nuk është se i shkohet me thënë drejtën, po hajt humba kokot, që e çova atje tani e solla në shtëpi edhe po iki për në punë, sot që nga goxha ftohtë me thënë të drejtën. Pa një kafe tani, dua ta haj një mëngjes. Po që do të bëjmë, duhet t'i do punoj. Kështu që po iki për mos të, nëse nuk duhet të humbaset e shumë kohë, se ja gjysore kohë kam, aq më duhet për të shkuar tek puna. Do të shihemi përsëri më vonë, nuk e di se çfarë do bëjmë sepse Ivi duhet të shkojë që t'i bëj kontrollin e vajt filtrave makinës vet, edhe kështu që po
Nuk e di çfarë do bëj pas dite. Plani ishte që të dilnim në fakt, po tu pa tu bo, sepse unë duhet të mësoj, sepse nesër kam shkollë, pas nesër kam shkollë dhe duhet që të bëj përgatitje, edhe sepse po përgatitemi për provime dhe po bëjmë kështu si para provime. Mbarova dhe për sot. Do ikin në shtëpi me vrap të kolopuça tani, edhe të relaksohem sot. Ishte një ditë, wow, nuk e di, domethënë ishte kaos sepse kishte mungesë personeli, edhe ishte super kaos. Po mbaruam një ditë. 2, 3. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë, që jam bërë këtu si leshko, edhe po s'kam ku ta vë këtë telefonin këtu për momentin, se në çdo vend futet si thellë. Nice. Unë çova Kalmin në shkollë tani, Oktavia nuk do ta çoj në kopër sepse Oktavia ishte mbyllur grupi, për sot jo se do e çoja, po ishte mbyll grupi, shqyrë të paktën një justifikim. Edhe kështu që nuk do ta çoj. Okin është në shtëpi, unë pastaj nga ora 12 kështu jam në shkollë, edhe më duhet që të ikin në shkollë, kështu që sot s'do ikin në punë, por do ikin në shkollë. Nar ndoka filozof. Edhe po unë mora një kafe tani te karburanti sepse kishim vetëm një të fundit, edhe unë doja ta pija kështu latte macchiato dhe atë ja lash Ivit, edhe shkova mora një te karburanti dhe ndërkohë pas dite vin kafet e tjera, po deri pas dite duaj një kafe se nuk rrihet kështu. Edhe që të thoja unë po dëgjoja tani radio, nuk po zbrisa se po dëgjoja radio, se bëjnë këto quizet në mëngjes dhe ishte për këto fanset e Harry Potter. Edhe po bënte disa pyetje dhe ajo i gjeti gjitha, dhe po prisja derisa të mbaronte i gjithë quizi. U fiksova. Imagjino, gjëra që duhet bëj unë, ndërkohë çfarë bëj unë, rri në makinë të dëgjoj radio të tjerët ku fitojnë quiz. Kështu. Ndërkohë ne të dyja në kuzhinë, po përgatisim mëngjesin tonë me avokado, me vezë. Do bëjmë pak domate, kastraveca, kështu gjëra. Erdhem te dreka, ta bëj para se të ikin në shkollë. Do bëj këto lazanjë, domethënë me këto petët e thjerrzave jeshile, që duken super të mira këto dhe nuk kanë përbërës të tjerë, jam shumë e bindur që janë shumë të mira, janë kështu me proteinë të lartë, me fibra, janë organike dhe nuk kanë gluten, kështu që perfekt fare. Këtu po bëj mishin e grirë me salcën e domatet e grira, janë fix domatet e grira ato. Dhe kështu, do t'i hedh tani me vrap tek do vi dhe Ivi të më sjellë qumshtin, do bëj dhe beshamelin dhe jemi okay. Jam te makina tani sa hipa dhe do ikitem nisëm për shkollë, madje gjithmonë do bëhem vonë, nuk e di pse do bëhem gjithmonë vonë kur e kam kohën gjithë në dispozicion. Kemi pauzë tani. Kjo drita këtu që na më e keqe se është shpesime. O nëse jo tani o ham bukur. Shumë bukur. Nëse. Kështu që shumë të super thjesht, të mërzita pak sepse shkruajta në Google Map adresën këtu, ajo më nxori diçka tjetër që është në qendër. Shkova në qendër kot, pastaj nxora këtë adresën e vërtet dhe kur erdha këtu erdha 20 minuta më vonesë. Mërzita shumë sepse isha fiksat me orarin, po më thonë isha 00, nuk do ta bëj dhe kaq shumë 00, po 22 minuta kam ardhur më vonë. Këto mërzita normalisht. Erdha tani në shtëpi, si mi shkoj shumë mirë, por është bërë darkë, se normalisht tani është sot shumë shpejt, edhe është bërë goxha vonë, edhe jashtë ishte errësirë, nuk e di, po është për mua goxha e vështirë të udhëtoj natën, sepse normalisht ka drita plot sa duash, por nuk e di, është sado që mund ta kem bërë atë rrugë, ja iku dhe kjo vdiqe shkreta. Sado mund ta kem bërë atë rrugë, por normalisht është pak e vështirë të përqendrohem edhe të fokusohem mirë tek rruga kështu, edhe ta shoh me kujdes ato tabelat. Nëse erdha në shtëpi tani do shkoj të rri edhe mos bëj asgjë sepse u lodha njerëz. Tani u lodha nga gjithë dita, jo nga mësimi, po nga gjithë dita.
Mirë mëngjes nga dita tjetër, edhe të mirë mëngjes, ma ka mësuar dhe Miki sa hapen videot e mia bën mirë mëngjes, se I shohin fëmijën në televizor. Tani, unë po bëhem gati, do të thënë do lidhem tani dhe do nisem për në shkollë. Kam ditën e fundit për këtë muaj shkollë, se pastaj kam përsëri në dhjetor, kam edhe provim në dhjetor, kështu që po iki se dua të bëhem vonë, me thënë drejtën, por po jam përgatitur dhe sot sepse kishim për të bërë një detyrë së bashku në grup. Po më dhëm akoma koka se nuk flem mirë gjatë gjithë kohë sepse më vjen Miki aty afër, më rri shumë ngjitur, por ç'a do bëjmë? Janë pjesë e jetës këto dhe e rritjes. Alo! Miki, me ke pasur? Miki, alo, Toyota! Sa I mirë qesh. Alo! Ey, ma! Foli pak, bukur që? Jetë. Ja me një barashëm im kinderbak. Alo! Alo! Sa I mirë. Po që jenë në të? Në erdhimi të marrë nga shkolla tani dhe më solli këta rushin. Badabi! Erdhëm... Erdhëm në shtëpinë, erdhëm me 2 makina se I vikshtaru e fëmijët që shkuan që shkuan dolën për qefin e tyre, dhe më thënë Ivi qofë se si I nxjerr nga shtëpia, se unë jam vetëm me fëmijët, nuk I nxjerr. Palitar. Unë jam me fëmijët vetëm as të hyp Miki, as të kopshi nuk I nxjerr. Jo më kështu jashtë në për... Jete mami. Akoma, tani? Akoma, Miki. Akoma jetë. Dhe thët mami kur ta shtypësh o bjondi mami t'i vogël me kaçureli. Të beje. Beje, tani mund ta shtypësh. Të beje shtype? Po, tani shtype. Tani. Jeta mami që e vuri. Zhamër. Tani mund ta shtypësh. Shtype? Shtype atje tek vendi? Ha, shtype. Të voglen. Bravo. Qa po bën Miki? Qa po bën? Qa po bën këtë ti Miki? Kash. Kashi? Për kë është kafja? Për babin apo për mamin? Prit, kujdes. Kujdes.